Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Francë, do të hap dritaren për një nën, quhet Argentina Nicolli, e cila do të reagojë për ish bashortin e saj. Pikërisht për zotin Sabah Grudaj, një emër që është larkuar shumë kohët e fundit këtu në live me Odetën. Sabah Grudaj, vetëm përpara disa ditëve, u denoncua nga një person, nga një qytetar nga Berati, i cili tregoi se i kishte ngacmuar bashkëshorten dhe mbi të gjitha e kishte kërcënuar për t'i marrë para. Sot kërkon ish nusja e Sabahut të reagojë dhe të jetë këtu në live me Odetën, por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, unë dua të prezantoj pak momente kur Artan Caka nga Berati denoncoi Sabahun se i kishte ngacmuar bashorten. E ndjekim. Ai pra më ka shkatërruar me familjet, me gruan time, majak i femrave. Po, gruaja me 3 fëmijë ishte në Francë. Më ngacmonte gruan rrugë pa rrugë. E ngacmonte pse s'del tia me pi kafe me mua, pse nuk vjen ti të shkosh me mua. Përfundoi te kërcënimi që e kërcënoi, i thoshte mbi mua 300-400 euro që të lera hat tyja. Gruaja ime e ka detyruar gjendën atë lloj prizme, është munduar që të bënte foto në stacionin autobusit me atë, kështu që të bënte shantazh që modifikonte, derisa ka rritur puna që me i kërkoi lek. Në Shqipëri thoshe që unë kam foto, kam video që kam shkuar me gruan tënde. Ai më ka bërë shantazhe, më ka çuar mesazhe, unë kam shkuar me gruan tënde, u ka fjet me gruan tënde, ç'a burri e ti je legend, ti je pler, unë gjithçka, unë me gruan tënde, shikoj vajzën tënde këtu, si ta hasi rruga me mua, ku i thonë një rastësisht, apo qëllimisht, ku i thonë malokshë, ku i thonë apo malsorse, u shkoj beftopi. O ati do mua, se fjallë s'ka. Ate që kanë të grua sot, që e ka pas dashnore. Edhe gruas vetë ish gruas vetë që ka pas fëmijët unë Francë, ja të regonte live ku ishte në kërvatët me dashnore që ka grua sot. E dëgjuam të zotëri i cili tregoi momente të vështira që po kishte përjetuar dhe po përjeton. Familja e tij ishte shkatëruar në Francë për shkak të një personi me emrin Sabah Grudaj që kishte ndryrë në familjen e tyre. Sigurisht që këtë live e pa dhe ish gruaja e Sabahut dhe kërkon sot të reagojë. Ajo ka sjellë në jetë 2 fëmijë me Sabahun, ka 2 vite që është ndarë dhe 2 fëmijët kanë përfunduar në shërbimin social shtetëror në Francë. Por çfarë ka ndodhur me Sabahut dhe gruas, ish gruas së tij, do të jetë pikërisht Argentina Nicolli që do na i rrëfej ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Argentina, përshëndetje nga Tirana. Po përshëndetje nga Franca. E një mirë? Unë mirë jam, ti si je? Falenderoj Zotin. Fëmijët si ke? Një, përshë Zotin, një shkoj, dal me ta, knaqe me ta, po pas shpinë të shpinë e mamës, unë e kam një shpi, po është shumë e vogël, po ma kanë kërku gjukata, ma kanë kërku shumë të male. Që të kesh kushtet për fëmijët? Po, marrë lek për shtetit, marrë 1500 euro, që jam në shkollë, jam bursë shkollë, për të mësu gjuhajnë francisht. Aktualisht fëmijët janë me ty në shtëpi apo janë në qendër? Jo, fëmijët janë në foyer, nuk janë qendër, janë në foyer, kanë shpinë, tamam, sukur kanë në shpinë, por janë në asistencë sociale. Pra, është asistenca sociale që kujdeset për fëmijët? Po, është asistencia. Po, shkoj çdo të diele, shkoj në mëngjes, e dojnë do. E dashur Argentina, jemi të dyja sot së bashku, sepse ish bashorti juaj Sabah Grudaj ka qenë në një program ku ju e keni parë dhe ai ju ka akuzuar juve se ishit ju shkaktarja që ju morën fëmijët. Nuk jam kënë shkaktarja unë, ka kënë puna kështu. Kur do të vajza, ka kënë 1 vjetit gati, nuk ka kënë 6 muajsh si ka thënë ai. 6 muajsh, unë jam kënë në toalet, në banjo, se në toalet i thonë francisht, banjo i thonë shqip. Jam kënë toalet, jam kënë toalet shku
me kërë gjonat e mija, e morë fill të shtëpia, edhe kështu nolli puna. E dashur Argentina, më lejon të pyes? Po. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe Saba Grudaj? Dua të ta nis intervistën si e njohur ti me babain e fëmijëve të tu kur keni jetuar në Shqipëri. Shortin e ka marrë me shkullësin. Në fakt, unë s'kam dosh me e marrë, por ma kanë dhënë familja. Sa vjeç ke qenë? Jam ke 22 vjeç që pa i bërë. 23 vjeç që jam bërë me djalin. Pra, ka qenë një martesë pa dashuri? Ja, nuk e kam marrë me dashni, ma kanë dhënë familja. Me dashë me kaj. Ka qenë një martesë që ti nuk e ke dashur burrin? Ja, s'kam dash me marrë. Veç ma kanë dhënë familja. Familja e me është kanë kështo me kanun vjetër, ma kanë dhënë me dashë me kaj. Sa vite qëndruat bashkë? Në kena jetu 8 vjetë. Mund të më tregosh në këto 8 vite çfarë ndodhi mes teje dhe Sabaut? Ishte kur ishte në Shqipëri, nuk dilte me punu, lute bëgjos, unë i falëshëm, o këshillojshëm, ai nuk mërte vesh, më kanë një mu print, a thonë drejten me hongër me pi, më kanë dhënë Rom Burg Masanej, bani një vit Burg, zotnia, për mashtrimet atje, për gjanët, nuk e di përsha, atëherë kam shku të familja, ma ka mojtë familja një vjet djalin e mu. Djali ka kënë 3 vjeç, kur ka raroj në Burg, 2010. E dashur Argentina, a i ra në Burg për mashtrim, kë mashtroj? Bashtroj një djal, që i mori në të ura mesrit, i mori makinën, edhe djali e futi në Burg, edhe në nësoj, e bani një vjet Burg. Atëherë më shkova me vllajën e po Burg, i qëshëm lek, si folëshëm me familjen teme, i qëshëm lek për me folë si e mire. Atëherë në futte, nana vetë në futte nga tresa. Jo kështu e. Por, kur ti e mësove që burri juaj ishte mashtrus, sepse ju e dëgjuat që vetëm përpara disa ditëve një zotri nga Berati me emrin Artan Cako e denoncoi ish-bashortin tuaj se kishte kërcënuar bashorten e tij, i kishte kërkuar para, ai ishte shkatruar familja. Kur ti e mësove që burri ishte mashtrus, pse e mbajte si burr? Në fakt e mbajta se për hirën e familjes. Për hirën e familjes, për hirën e mamë, se mama ma ka dhënë. Po mirë, prindrit e tu, nëna dhe baba jot, nuk e kuptoni që ai nuk ishte burri i duhur për ty? Po, e kuptote, po që me banë, fashaj të bëkfen, Këm ka në rrugë madhe me disë Francë, me gjithë dhe fëmijën e mi, për një femën tjetër. E të mërshme. E dashur Argentina, ju keni jetuar në Shqipëri çfarë vendi? Kena jetu në Posrit në Shkodër. Në Shkodër. Pasi ai doli nga Burgu, ti vazhdove të jetoje me burrin. Po, pasaj si doli për i Burgut, më vaj disa lek, mi vaj gati 1200 euro, se po ta shpitoj. E atëherë unë bleva da bakti dhi. Po? Për me të bleva vetë kokra dhi, edhe unë i thëshëm që se s'ke pun, me dalë me punu, hajtëm një mamute baktia, se unë ku isha vajs, unë kish nga bakti. Unë gjithmoni jam kenë bakra punit në nëseme 6 vjeqe. Nëse në mësu as me rajna, as me mashtrime, as me vjedhje. Nëjna rëkt një familje e voge, se fshati. E qartë. E kuptueshme. Dhe ti bleve këto bakti që të ushqeje sigurisht familjen dhe fëmijët. Po, e bleve ata, më sa duli për i Burgut, erdi me gjithë vëllaneve, të shpia, unë nuk e dita se po vjen, kur erdi djalje për qafaj, shka mami, thashtë baba, edhe ka i kështë si gjys, djalli se e pa u qefën se me kënë ushtarë, se kishën qefë gatu, edhe
Po mirë, më thotë vëllaja, po vjen thotë ti, më thotë, se unë kam me mintin në shkollë, apo vjen ti, më thotë me rridalek, faleminderit si thash, për me ti mu, thotë me blejda bakti, unë i mora, shku me një dhoj teqet me ble, edhe unë shqyqëm në qumsht, dhe kur kam pasë edhe një me përzon baktina fjera mas 3-4 mush, dhe të mu largu këj për i borgjesh, që kisha shumë borgje, që ai rrën ty, rrën mua, rrën tjetën, amësu me rrënën, dhe ma shtoj me hajtë tash, e atë shita bakti, i thash prap vlau, i kërkova prap një, e më dha vla i lek të rrugë, se dha lek për me hangre me pi, për marë në Francë. Na ishna mirë në Francë. Ti po më tregon e dashur Agetina që u larguat nga Shqipëria pasi Sabau, ish burri juaj, u fut në borxhe. Po, u mosh me borxhe, të rrejt, të mashtru, e mësote edukatën e kishte për i nonës vetë. Se mësote nona vetë, qka rrejt për shembull njerëzit, se nuk të rroj, nuk të mashtroj, nuk të vrasin, për 100.000 lek, për 200.000 lek, mos më i thëshën, se nuk jam mësu me rrejna me mashtrime, dilë punë, ose hajde të shtëpia, punojmë bashk, jetojmë bashk, gjitha bashk, nuk merr të vesh. Po pse ti po më tregon që ish vjera, ishte ajo që e shtynte djalin të mashtronte njerëzit për lek? Po, nona vetë ishte. Kurse babi thënë se s'e ka ballë mjeku, nuk ishte ashtu. Mjeku jo, dhe vllau vetë jo, për zotin, vllaun e vetë e ka shumë mjeku, nusën e vlaut e ka shumë mirë, për mu jenë beku. Ata 3, që s'kisha një lëf s'ma ka thënë, as i vlau, as konata, as babaj që ka rrit, ata as familja, as ogja, as holla, as tezët, respekt të tanë e fshati kishin respekt për mu, se mu më shifshin të punu, se unë jena rrit për punu, kisha më dhe djallin, Ishë më dhe djallin të punua dhe erdhe mi tu, erdhe por ai fillaj E dashur Agetina, do të pyes çfarë ndodhi në Francë. Por ti marrëdhëniet me ish-vjerrën, si ke pasur? Për zotin, nuk i kam pas fort mira, për arsye se aja kishe hadhin në nga trote, se unë kishe në bakti, unë shkojshë me bleshëm tagjine e baktive, u vjetë e vakt, sa vjetë e shpi, vjetë e nga trote, po kështu e ka pasi ves mirë, nuk e ka besu. Nuk e ka besu, se aja kisha hallin dish me nga tru, me në përqarë, me ba shamat, një me tjetën të pëjarë, këtë e ka pas gjatë njërë, se nuk e ka pas, nuk e ka besu nënën e vetë. Nuk e ka besuar nënën që të shante ty, por aman e dëgjonte nënën që të mashtronte njerëzit dhe të merrte para, të bënte dhe burg. Jo, nuk e besote, por si ditë që mund të dëgjonte të gjanat, nuk e besote. Nuk e besonte për çfarë thoshte për ty. E dashur Agetina, çfarë viti u nisë drejt Francës që ai ti shpëtonte borxheve sipas teje? Po, erdhe në Francë, e sa bile kë... Para sa vitesh? Para sa vitesh? 2021 kena në Francë, kishë në djallin. Po? Një që zy s'kata, si ka pa ban, më tha, a po shkojmë në Francë? Po, i thash, gjysën e lekve, mi ka dhënë familja komplet lek, për marë në Francë. Të udhëtimit. Jo, nuk i ka dhënë për zotin 2.000 lek, si ja ka dhënë nona vetë për marë këto. Për zotin, a beson zotin, se qumshtin e djallit ma ka dhënë me ujë. Qumshtin ja bleshë me lek, që mi jepte mu familja lek, qumshtin nuk me ka dhënë me ujë. Se mu qumshtin nuk mundesh me mrejt, unë me qumsht jena rritë me kështu, u bëte komplet ujë, kur vlote, u bëte komplet ujë qumshti. Qartë, e kuptoj. Në të vitin 2021, ju nisët në Francë, familja jote të ndihmoi me para. A si ke puna për marrë në Francë? Na, folon me familjen teme për marrë në Francë, në shita bakti, kur momenti i kishe hup potenta. Ti zët nis, e kishe falen që merte makina me qëra, shkojtë e rejtë tjetërin, me rejna, si gjithmonë. Atë i hupi potenta, i ja bona onë, i ja lipa babës
500.000 lekë. Për mja dërë mana 24 ush. Me dha baba, atë të do shtunis e ardhën Bërgjlit. 3 vjetë, posha zotin, i kam thonë unë, lërgë i kam thonë, i kam dalën plumit bollit që në këtë evro, posha zotin. I kam dalën plumit bollit, i kam thonë, hadën e zotit, duhet mija, i kam thonë që ti bje, më falë o zot, i kam thonë ti bje lekë, por zotin i kam thonë, me familjen tëme, ja kam që zotnis lekë. Të bëj një pyetje, Agetina, të bëj një pyetje, për çfarë i bëre këto sakrifica kaq të mëdha, kur ai mashtronte njerëz, ty merrte lek borxh dhe ti i laje borxhet burrit, dhe merri lek babait tënd. Për çfarë e bëje? E dashuroje? Po, për hadën e fëmis, që mas mu shput fëmija prej babës. Por kjo nuk është normale. Një fëmijë nuk ka që do një baba të tillë nëse është vërtet kështu, zoti Sabah. Po, ai gjithmonë të rajtë, të mashtru, të vjell, a di kur i rrallë për i rrallë, më falë për shprejnë, për një të shpia, për një të pullat vjellme, i thash shpejt, i thash zeve jashtë të myta. Mësot e ama, veç dile vjell. Dile vjell, veç nana vetë kishe mëzimet e nënës vetë. Unë nuk du me rritë vjedhje, unë du me rritë fëmin me djesht balit. Por, çfarë ndodhi? Ju vajtët në Francë, kush ju priti në Francë? Erdhëm Francë, por zote nga ka pritë, me thonë dhe nga ka pritë 4 ditë, a 5 ditë këna nekti një kushajnë e këtia, të vajza hase këtia, edhe mësë dhe i nga registrua në azil. Dhe në momentin që ju kërkuat azil, çfarë ndodhi? Jo, por zote nga lënë në shpi, atëherë pas ngella unë shpëzonë me vajzë, mësë ne u lidhë me tjetër, rasti. Do me thënë, kur ti... Në rejtë, budite, mërte lekë për mja qua soj ushqime, gjithka ka bo, gjithka. E dashur Agetina, ti po më tërgojnë që kur solle një jetë vajzën, u bot prindër të 2 fëmijëve, a i të trathoj. Po. E zbulove ti trathin? Me thonë drejtën kër më trahtoj, më thot në mu një shoqe, e nuk e besova. Ta kam po thot me... Vazhdon, Eli ti është e lënduar, nga dhe trathi. Ta kam po sa bojnë me një grua. Aja ishe këta martume, kishe një vajzë me burrin e parë. Edhe unë një muj nuk e besova. Kër erdi të shpia, i tha mund, ku isha? I thash, isha tha, mu mretë, mu të të isha punë. Edhe unë hëtova ma shumë të kur s'bjete, nuk bjete leka, s'bjete se sa në mrifte, më godite, nuk ishe, bjallin e rifte, më godite. Pra ti edhe një grua e dhunuar, a i të ka dhunuar? Po, më ka dhunuar, unë i ka marrë letar të muar dhe mbrojtje. Po për çfarë të dhunonte? Më rifte pra tjetërin. Pse? Mi që të tratonte, po edhe të rrinte? U dashuru me tjetërin, nuk e di që i bani, më fonte i thashë nënës vetë, i kazova familjes vetë, ma besunen, i kazova dojës vetë, ma kanë besua, a i dojë vetë më zotë i shkrejti dzërë jashtë të mundin qenin, aja mu të aple. I thash si me mujtë me dzërë jashtë, i thash zëmas ma bote me dzërë jashtë, dojës i thash asistencësh, ju lutëm. Unë i thash o këse kë, që kalova 2%, shumë 2%. Pra ke qenë ti ajo që ke njoftuar asistencë sociale për dhunën që ushtrohesh në familjen tuaj? Po, kam thënë asistencët lutëm, i kam thënë ma hikni. I kam thënë shefu, kur ishën fojer, i kam thënë që i kam thënë i kam thënë lekt, që më du matero, i kam thënë lekt, i kam thënë ma të shafë këto, se tina ashtë shumë vajzë mirë, ashtë qetë,
pa pastrime, i bën me të shpjegu dhe gjona si mi ka bon, Allah me dhe të habitash. E dashura Argentina, Në falë përshpo këtë urinën e bëtën shishe. kush e bënte? Aj, sa boj. Po pse- Shkuaj, e bëtën shishe. S'kishte tualet ai? Vite në banjo? Kisha toalete, që bëri në bëllë për bëllë, kishëm në banjën. Qa hapshëm djerë e dhomës, kishëm djerë banjën. Djerë banjën. Me hy, ajo së fërnët e gjallë. A bëtë shpinë tonë në kënë. Mëtë kërë. Mëtë mëjtë, ta bëj për njëti të tonë. Vëtë sa me banjë shtë. E dashura Argentina, në momentin që ai të tradhtoi, e pranoi tradhtin? Unë e kam pranu 2 vjetë, e kam falë 2 vjetë, 2 vjetë e kam falë ma pas mujta mo, e kam qëtë jashtë. Unë akoma nuk arrit të kuptoj si mundesh të falësh tradhtin, të mbash një burr mashtrues, të vinë persona që kishte marrë borxhlin të vinë në shtëpi, të dhunonte ty, dhunonte djalin. Unë nuk e kuptoj pse do të mbash një burr të tillë, nuk i kuptoj këto gra. Ç'është kjo për të fëmijëve? I dhe të këto bërë që o i dita, e ja lashe mund. Edhe sot, në këtë ditë, më ka nalë disa njerës e kam denoncuar këto për më ma hik. Ashtë në Shqipni, që ka marrë unë mojti, kë për to një të zvinë më në Francë. Leni rrëne të gëni është të që banej. Ai për to një të nuk hëllë më në Francë. Argentina, të lutem, Po. ai të ka dhunuar, të dhunonte për çfarë? Se të dashosh një tjetër nuk ka arsye të dhunosh gruan. Arsyeja e vetme divorcohu, vazhdo me atë që dashuron. Po i kam thënë, i kam thënë, fëmi nuk t'i pengoj. Unë edhe sot ja kam zërë ditë tjera, atë kam njës një mesazh që kam thënë se më ka fundu. S'du me fol me djallë as me kërkan kur. S'du me fol me djallë pika. Se nuk mbahet mirë. Si i thuhet nësë fëmive një ashto. Unë i shkova vajzë, e pa prekme, u martova, i shkova me vel, i shkova me poj, i bona të gjitha, edhe në fund më shate, e për qa për njëtë, se nuk e ka masi, edhe aja ka shkoj ka të dencu, në polici, se e ka dhënu odhanë. E dashur Argentina, ishte ai që të braktisi dhe iku me tjetrën, apo e përzure ti nga shtëpia? Ja, ai më ka braktis, ai më ka lëmë 4 krysh, më ka lëmë pa orë pa pi, jam lu si Zoti, si Krishti, si Muhameti, si Allah, mos më braktis. Mu nuk më ka gjitë me kërkan, është Allahu në kujtën e djallit të s'kam tjetër më shpejt. Si djallit të, që ka këtu plos djallit për një bëdisitit. Po e më qashë se më disiti të është hamani, kam thonë hamani, ajo ishe i lidhu me tjetër. Dhe ti i luteshe e rri me mua. Po të shkonte, në djallë të shkonte. Ti vetëm je, ti vetëm po ja del, për qa e doje atë burë, që i luteshe si Krishti mos më braktis? Për çfarë e doje? Po hëndër në smjat ti djallit, smjat më në grotën. A i iku me tjetrën dhe ti ngele e vetme me 2 fëmijat. Po, Çfarë e ndodh? vetë. Çfarë Po, ndodh? e që ishëm në djallit shkollë, e që ishëm me vajzë vogël, e kisha me zi. Më në ishëm me kërsy pak, së da pak lekë, për mas një ushtri dojnë me lekë në Francë. Unë kisha lekë, grëmullu, që ishëm të baba. Një më ishë njërësit një thysi, në më ishë në bonus. Atëherë, më ishë në 15 bloqe, ishë tikita, bloqe. Një më ishë në ta dhe i që ishëm të baba. I kërsteshëm të baba. E kuptoj. Në momentin që ti ngele vetëm me fëmijët, çfarë ndodhi? Pse shërbimi social erdhi ti mori fëmijët ty, si nan? Mi mori mu fëmijë se baba i fëmijë nuk një kemi i qua të spitali.
I thëshëm, o sa vaj, thëshëm, me mërshëm me të mirë, nuk I bëjshëm shamata dhe si kishë tjetre. I thëshëm, si me të but, sa ma shumë si ta mërshëm me të but, aq ma kishë të bate. Ama të zemër, thëshëm, hajde ta qëjmë vajzën të spitali, hajde ma jetë, unë të zdu vajzën, zdu djalin, zdu ane, unë kur lina vajzën, I thot aja, dil shpejt për I spitali. Veç e majna një hamburger, një kakako, një fonda, që ma ka pru, I thamë djallit, mam, ku këni fjet? Djallit të të mam, këna shku, këna fjet të tjetra, të aja gruja. Po pëse më I thëshë më në ti, pëse s'ke nejtë të shpia, kam gjithë shpinë se me kënë stallë baktish. Asë shumë pislet, asë shumë gjana. Ti në spital, duke lindur, a I shkonte tek tjetra? Tjetra, to. Aman I thëshë, mos më qaj kujti në ty s'du mani e këtëje, aman më I thëshë, ma se ban këtë punë, aman ma se ban këtë punë, hadrën e fmive ma se ban mërë. O I ka thonë një vlau vetë, I ka thonë, ma se mërë për gru, si këtë të patlet. Kjo shqyfës jashtë, adhe unë bëjë shamat me grun teme, edhe unë nuk e nëmë, botë për tjetër kanë gru. Botë. Nga trahë në rritë, në mrapshtë, në zovë, prapë se prapë familja. Aja kur s'ka dërë burin e parë, nuk ka shkenë veqa I pari. I ka shku shumë asoj, për para. Po, plët, I ka shkua, po moj një rrugë e shkaj. E tash Argentina, uroj që sot të kesh kuptuar nga gabimet e tua që një burri tradhtar, një burri të papërgjeshëm, një burri që s'di qa emri t'i vendos, nuk I lutet askush të qëndroj. Madje ti du ta kishe dëbuar më përpara atë person, jo të braktiste ty ai, po ti ta përzije nga shtëpia. Dhe uroj që sot ta kesh kuptuar gabimin që ke bërë, që e ke mbajtur atë burr dhe I e lutur. Ka mojtë për hadrën e fmive, për hadrën e familjes, se po me në familja... Ti s'kishe familje, dashur Argentina. Familja ka disa regula. Në momenti që shkelin ato regula, nuk ka më familje. Që për hatrin e familjes të kujt familje? Ti s'kishe familje. Ti rije vetë, ma I shkonde me tjetrën. Po. Tash, unë jam, kadar zoti jam shumë mirë, jam të familja jeme, kam kushenjin tem që më falemderoj Zotin se më ka nimu shumë, ka majtë afër, mi ka bo të në gjonat, më ka nimu për letra, gjëshka, më ka nimu të fëmija, për dërës jam rrugulluar me letra, se ma jam shumë mirë, ai ka jetën e vetë, unë kam jetën teme. Patjetër, se veni ndarë. Padën e fëmive, unë e kam fol me fëmi, ai s'ni gjën me fol me fëmi, nuk ashtë fajem, se s'do të nëjë me fol me fëmi të vetë, ai është baba i fëmive, nuk e mohaj. Dë fëmi kam, djallin e kam në për 8 vjetë, më bën me 6 prill, më ka thënë edukatorja, me dalë me ta, dëri në darkë. Se nuk kam shtëpi madhe. Kur ta marr shtëpinë e madhe, më ka thënë gjykata, do të marrësh fëmijën për fund jave deri se të vjen 2027. Që ti jepet e drejta plotë ti mbash. 27 unë marr fëmijë. E qartë. E dashur Argentina dhe ta uroj me zemër të bashkohesh me fëmijët, por dua të më shpjegosh. Nuk janë. Mia janë me mua. Nuk janë të hupën Adeta. Jo, ty nuk të shesh që kujdestaria, e qartë. Unë kujdesem për të Adeta. Një ta si ki po fotot, jo kam quen për I gjanave, për mundësive të mija. Mija jenë shumë të lumëtën me mu. Djali se dhe mos goca prapë se prapë. Mija nuk ditë me folë shqip, mija flasin frangjesht me mu. Janë shumë të lumëtën me mamën e vetë. Unë nuk I kam braktis, as nuk I braktisi, as I hirëm butë. E dashur Argentina, të lutem. As jam praktime, as nuk martan, as nuk e jep divorcin. Si nuk e jep divorcin? Po për çfarë do ti ta mbash atë? Unë nuk martohem mo. Kur të martohem mo, s'ka me mu. Unë ka 52 fëmijën e mi, divorcin s'jena. Të lutem, sa vjeç je Argentina? Unë bëj 30 me 1 qershar. Ti u bëfsh dhe 100 vjeç, por jetën e ke përpara,
Je e rritur vendos vetë nëse do të martohesh apo jo, është drejta jote, por një gjë s'po kuptoj unë, një gjë s'po kuptoj. Divorcin pse nuk ja jep Sabahut, se nuk e ndar ligjërisht. Për çfarë do ti të mbash mbi emrin e tij? Nuk du m'ja val. S'du m'ja val. Se deri kur, deri se të baje djali këtë më djeq, se ta kuptoje, se kush i ka pas fajt, gjana, atëherë, ja, por deri se të rritet fëmija. Argentina, po të shpjegoj diçka që ta mësosh. Po. Në radhë parë po t'jap një këshill, si motra motrën. Një burr që nuk të do, shporre nga vetja jote. Nuk e pse mban mbi emrin e tij dhe nuk e pse ligjërisht, po jo, ligjërisht nuk e pse ti je e martuar me atë. Dhe e dyta, më e rëndësishmja, nëse ai drejtohet gjykatës dhe kërkon divorcin, ti mos ja jep gjykata, automatikisht gjykata në një kohë të caktuar jep divorcin. Pra, nuk vendos ti ta mbash të lidhur me kuror atë që do t'ja jap punë kur ai djali im të vej 18 vjeç atë do jap divorcin. Ja jep gjykata. Një gjë, ai s'ka më humër buk me Edita. E ka mojtë në buk. Apo kjo është gabimi jo? Ti ke mbajtur me buk, ti ke lar borxhet, ti me sa kuptoj unë e ke dashuruar, i e lutur mos të ikte. Gjithë gabimet e tua janë për mua, po të flas shumë hapur si të konsideroj si një motor. Të gjitha janë gabimet e tua. Që ti arrite deri në këtë pikë dhe vua. Është më shumë për më. Fëmijë, familjen lidhur. Po pra, po kur një njeri nuk është për familje, nuk e çdo. Dhe nuk e pse e mban. Argentina, Sabahu mua më tregoi që keni qenë bashkë kur ju morën fëmijët. Më sqaro pak situatën, çfarë ndodhi që shërbimi social, asistenca erdhi dhe i mori të dy fëmijët e mitur? Po, e mori fëmijët e mitër, i thash, por i mori, djali shumë i dhonën mas mirë, edhe mas e ti jashtë, në tonë drejten, mas të dyve. Unë i flas mirë djalit për ta, a i kushtu, i këtë tjetra. I kam thënë hajde, nuk një gjoj. Dhe ishe ti që i dërzove të shërbimi social? Jo, si kena dërzove su nësaj, po e kanë ardhë ata, ne e kanë morë. I morën fëmijët me çfarë preteksti, që kishte dhunë në familje, nuk kishit kushte ekonomike? Me të drejtën, unë nuk i kam prek me dorë, pasha zotin asi fije. A i ka i shpull vogël e ka ras djali se dilte në për fëmijët vegjele, hajt, ma nuk i kam boza, se mas me marrë edukatën e keqe, mija të fëmijët e tjere, mas me dojnë në për korridore, se veshin asistencët në falshin nuk i kam baza edhe, kur i kam thënë, hajde prap, nuk kanë një gju. Unë kam në shtëpi, kam qu me hangër, kam punu punë zes, për me qu ushim fëmijëve, kam shku, kur mi mori fëmijë në shteti, kam shku mas një jave, kam folë me asistencët, ma ka qitë djallin telefon, as javë, jo 2-3 ditë, ma qitë djallin telefon, i thash mama jem mirë, të po vjetë mama, unë tha nuk jem mirë, unë du marrë sa të ti sa të baba, të po vjetë me mama, po prejka dhe pak i thash, të po vjetë mama dënë shumë, i thash baba dënë shumë, atëja i kushtu. I me shumë telefon, po hajde mare, hajde, jo, s'duz, s'kta e ma me ty. Që kam i bosh. Ma mje, okej, thash, ma se zë marë, t'ine nuk besis ma. Fëmijët sa kohë boj që jetojnë tek asistenca sociale, që kujdesen ata? Mi janë 2023. Prej viti 2023. Ndërkohë, gjykata ka marrë vendimin e përkohshëm që fëmijët do rrinë aty, derisa ti të plotësosh kushtet që fëmijët jetojnë me ty. Po, deri se të marrën shpinë, se kur gjyqin e parë më tha, duhen dokumentat, duhesh me pas kontrat pune, por duhet edhe shtëpia. Për punë buxhetit, kam unë buxhet, nuk më kanë bazoj këtë rallë, ke mjaftu shumë thaj.
Duhet, ke thash super mirë, tha. Ose unë marrë 1.300 euro me gjithë 2 fëmijë. Për çdo muaj, ja qova vërtetimet sa lek marrë, gjitha i qova, më tha, ku të marrë shpinë, tha, se unë i thash, jetaj të kushen jetë, ku të marrë shpinë më të madhe, tha, mund të jetojsh me fëmijët e tuaj. Dhe uroj ta bësh të gjë, të gjesh një shtëpi të madhe dhe t'i marrësh fëmijët. Por fëmijët e kërkojnë babajin, djali që është më i rritur. Me të thënë drejtën djali, nuk e ka thënë fort se i ka thënë një tradhtor i familjes. Djali ka thënë babait? Po, i ka thënë midis gjykatës, i ka thënë edhe vjet, i ka thënë edhe si vjet. Se nuk ka kënë si vjet në gjysh, i ka thënë një tradhtor i familjes. Në sytë. Pra fëmijët nuk... Babi, është tradhtor i familjes. Vajzën nuk e kanë qenë se është vajza e vogël. Pra djali që është më i madh nuk e do babain. Ja, nuk e do, nuk do m'jani zonin e vojës nuk do m'jani. Se m'ka ikë nga ka braktis. A i mom thaj, vojza thaj, e ka e mindeja. A i mom thaj, a i nuk në ndën neve, thaj i dën dejen, tha. Si ka qenë jeta jote këto 3 vite pa fëmijët në shtëpi? Për zote një mërzitshëm, po kam ne këto kalu që shtovë. Unë sot e kam folë me to, flasë çdo prokurre, unë mora lejë të shkolla, 1 orë mirë ishin të dielën kam përdojnë me to. Jo, që këtë vit është shumë më e mirë se vitet e tjera se dalë me fëmijë. Ju punoni, sigurisht. Jeni e vetme, por aman nuk jeni më me atë person që të dhunonte dhe ta ka shkatëruar jetën, e kuptoj. Unë nuk ba më me ta me ditë që bjen dielli i tokës. Nëse Sabah Grudaj do të ndishte, çfarë mesazhi do i përcjellje? Si ish partnerja e tij? Çfarë mesazhit mesazhi, unë kam fëmijët e mi, do të më laj shqet. Kaq, ai ka jetën e vetë, unë kam jetën tënde. Unë me fëmijët e mi jam, e martu me smartohen kur, me fëmijët e mi jam. Kaq, me mu s'ka punë, se ti bjen dielli i tokës. Pse ai të shqetëson akoma? Po, ai më shkruan në për Facebook, në për TikTok, në për Instagram, atë video se kisha bërë një natë të ftesë, ma kisha quajtur të Instagrami, shefe fëmijët. Unë jam se dita se kush ishte mos dhe t'ni thash, ose Zoj, është kur e pash ftyre tona dhe ata. Unë kam një mesazh du më mlanë qetë, mas më shkujt, kaq, s'du me ditë për ta, a i për më është 0. E dashur, unë uroj dhe shpresoj të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët, më vjen shumë keq për jetën që ke kaluar, më vjen keq që ke qenë një grua e tradhtuar, një grua e dhunuar, një grua që u braktise nga partneri, Zoti të dhënë forcë dhe uroj të kesh një jetë të lumtur dhe të jesh një nën krenare për fëmijët e tu. Unë jam shumë krenare për fëmijët e mi, se unë i du shumë, edhe ato më dojnë shumë jashtë masë, më dojnë djali e vajza, unë për ata 2 fëmijët e mi jam jetën, shpirtin e jam. Dhe se vë në dyshim, janë vetë nën dhe kuptoj çfarë do të thotë fëmijë. Por të uroj fat në jetë dhe t'jap një këshill, je 30 vjeçe, mendo pak ndryshe, jeta është më e bukur. Jeta shumë e bukur, po jeta shumë e bukur. Rejnje në drast të kalbur nuk do të thotë që të gjithë burrat janë kështu. Ja, martesa jeme ka marrë fund Odeta, veç 2 fëmijë jam jashtë jeta jeme. E qartë, ata janë drita e syve, por mendo dhe për veten tënde, ti je dhe vetë e lumtur. Nuk e pse e kufizon dhe e mbyll jetën që në këtë moshë, por jeti ajo që vendos. Lëria kohës, sa të shërohen plagët e zemrës. Unë e kam mbyll jetën teme me një ato 2 fëmijët e mi edhe s'ka më. Të uroj fat e dashur dhe të përshëndes. Faleminderit shumë për telefonatën. Mirupafshim. Ja kalofshi sa më mirë. Ciao. Edhe unë puth, mirupafshim.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori reale, histori njerëzore që nuk vijnë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni dhe më mbështesni. Takohemi nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.